I ka 5 vjetë, ndoshta ose 6 vjetë, këto e kryqet, tregim edhe pju tregoj, për shkej për në Kamenicë, me një fshat afër Kamenicës, me majtë një ligjerat me një katund. Të shku rrugës, e kalova Gjilanin, një telefonat për më vjen prej Shqipërie, prej Vlore. Ha, shka ka të re, ta kena me të pa gjami qështu, në kalzeket. Për ku kini gjami, gjamia tha kanë, tha në fshatën tonë, fshati e ka emnin Sherishte, 9 kilometra në malësit Vlorës. Tha edhe ka qenë shkolle, magazine, fur buke, o demolu, o shkatru, këtë katastrofë, jam i pa gjami. E unë pa eci me kërë edhe për shkojlat katundin, u ka me majtë dersë. E kreva fjallet me atë muhabetin e zonës Vlorës. Mas i ka me majtë tash këtë dersën, këtu kanë më ardhë. Kur hinë atë në gjamia plëtë. Edhe e rujta rastin, në fund, thash e kam një telefonat para se më ardhë të ju. Edhe që ashtu ke zatë, se s'ka me rëngë. E kem një telefonat para se më ardhë të ju, qështu. E tash, kur tholi kështu ata adin që du të mledhim diçka, një prej gjematit atje në fund më bani mu me isharet stop. Do më tha nuk kry kjo punë. Thash u kry vlazë, ndashta me lip, po e morin janë i përsipër. U kry. Mashallah, tash dola pi gjamis, a i kish dole edhe a i pi gjamis, po aja të gjamia kish rrugë kresore edhe rrugë ditësore afer, më hupi ati për ati sashtë, më hupi ki njeri, a i kish dalë rruga kresore për më pritke me makinë të vetën, thash a ke breti që e qove dorën, tha po unë kesh, thash po, thash më bone marak, e nale aksionin e më hupe, thash më bone marak që të periud 5 minuta dheri të gjeta, thash zarë më hupi, më shkek i njeri. Shka o halli, sa u kry punë e ma e pa dresen, hajde shkem bashkë, njerë u quë më shku më bashkë atje, prej këtu viti ka marrë 6-7 punëtorë dhe prej atje i tani, e kreu, e marrë e qela, me knua me zanin, një qua më ndihma katundit, e knua me zanin e parë, mas 60 vjetë në katund, thash Allah ju një moftë. Shto vlazën, për fund të fjales, se për fund të bëzgatët, për fund të fjales, kë dini janë, kë feja janë, është kështjellë, për se cilin ka vend ku me vundorën. Apo dush me vundorën? Po s'kam ku, ja ka. Kjo kështjella e madhe, a je pjesë marës, këtë dush e vesh, ka vend për ty edhe për bu. Allah i në boft krah për një qetrin, ka thonë pejgamberi sallallahu aleyhi sallam, Wallahu fjauni l'abdi, ma kane l'abdu fjauni akhihi, Allahu është në ndihmën e robit, derisa Allahu është në ndihmën e robit, derisa robi është në ndihmën e vllaut vetë. Allah i në boft vlazen edhe në boft me ndihmua një tjetrit. Allah i në mundsoft me ndihmua vlau. E lusim Allahun gjelle gjelaluhu, sa do pak një sevap i vogël mu ban le tjetë sevap. Edhe Allahu gjelle gjelaluhu ne i falë gabimet. In të gjteni bu kebaira ma të nëhauna anhu, nuk kefiru ankum se i atikum me nutkilkum me të khalen kerima, nëse ju largohën e mëkateve të mëdha, gjunaheve të mëdha, për gjunahet e vogla, na juve ja u falim edhe ju fusim në vende që do t'jeni të knaqën në gjennet, inshallah ta'ala, thoni astaghfirullah, edhe lutni Allahut për veti edhe për gjithë njerëzimin mirë.